Përshëndetje. Sot po e përgatisim recetën e reçelit që bëhet si mjalt. Fillojmë dhe përgatisim këtë recetë të mrekullueshme. Kjo recetë përgatitet me kumbulla. Fillojmë. Së pari në një in hedhim acet citrek ose acet i limonit, pra është kokra, ose ndryshe është i njohur si limontoz. Pra, gjithsej 2 paketime të vogla me nga 10 gram ose 20 gram limontoz, pastaj e shtojmë ujin. Gjithsej, pra në total, do të shtojmë 3 litra me ujë. Uji është gati, vazhdojmë marrim kumbullat. Për këtë recetë po përdorim 3 kg kumbulla. Pra, sësia e kumbullave është 3 kg. Kumbullat janë të mira edhe të trasha. Marrim kumbullat edhe ja largojmë kështu lëvoren me anë të thikës, kështu pra në këtë mënyrë. Pra, të gjitha kumbullat duhet t'i qërani kështu, t'ja heqni lëvoren pasi që ne dëshirojmë që reçeli të marrë ngjyrë të artë ose ngjyrën e mjaltit. Pastaj secilën kumbull unë po e ndoj në mes. Këtë recetë e përgatis pra me kumbullat, pra siç po e shikoni po i ndoj në mes, por kam edhe një recetë tjetër të cilën mund ta përgatisni me kumbullat të plota, vetëm se do ja largoni bërthamat. Nëse doni të dini se si e kam përgatit, atëherë linkun e keni në përshkrim të videos, edhe aty mund ta shikoni. Vazhdojmë kështu, secilës kumbull ja largojmë bërthaman dhe e ndajmë në 2 pjesë ose në gjysë. Dhe të gjitha kumbullat siç po e vëreni i kemi hedhur tek uji me limontoz dhe tash vazhdojmë i përzim edhe kështu i la për gjysë ore që kumbullat të qëndrojnë në ujin me limontoz deri në 1 orë, jo më shumë, e pastaj vazhdojmë me procedurën tjetër. Limontozi do i ndihmoj pra kumbullave që ta ruajnë ngjyrën që e kanë të artë. Pastaj në fund do ta shikojmë pra edhe reçelin se si do të bëhet. Në një enë tjetër kam hedhur 3 litra ujë. Këtu vazhdoj edhe shtoj 2 lugë të gjellës gëlqere. Pse po e përdorim gëlqeren? Gëlqeria gjithmonë kur përgatisim reçel na ndihmon shumë që reçeli mos ta humbe formën. Në vend të gëlqerës mund të përdorni soda bikarbone. Në total mund të përdorni për 3 litra ujë 3 lugë të gjellës sodë bikarbone. E tretni kështu e pastaj i hedhni kumbullat. Tash vazhdoj me përzim mirë gëlqeren që të tretet, e pastaj do e la që të pushoj për 2 minuta ujin edhe do ta marrim vetëm lëngun, pra ujin dhe jo pjesën e trash, pra të gëlqerës. E lëm të pushoj vetëm 2 minuta. Pastaj, pasi që ka kulluar mirë, ujin do ta hedhim në një enë tjetër dhe pikërisht këtu në tenxhere po i hedhi ujin pasi që është më e madhe e pastaj do të shtojmë edhe kumbullat. Pra të keni kujdes mos ta shtoni pra pjesën e trash, por edhe nëse e shtoni nuk bën ndonjë problem. Pra këtë pjesën e trash do ta la në një enë tjetër, do ta ruaj edhe kur do të përgatis sigurisht reçelera të tjera. Tash vazhdojmë edhe kumbullat. Nga uji me limontoz nuk i pastroj me ujë, por drejt e tek uji me gëlqere. Do i hedhim direkt pra te uji me gëlqere, pa i larë me ujë fare. Edhe tek uji me gëlqere do t'i la pra që të pushojnë për afërsisht 2 orë. Pas 2 ore pastaj vazhdojmë edhe i pastrojmë kumbullat. Pra 2 orë duhet t'i leni në ujin me gëlqere. Pastaj do ta shikoni dhe ju vetë se vërtet reçeli nuk do ta humbet formën dhe do ta mbaje këtë formë që e ka edhe ngjyrën e artë. Tash po i përzi pak edhe po e la që kumbullat të qëndrojnë për 2 orë në ujin me gëlqerë. Pasi që të pushojnë mirë, atëherë, pra siç po e vreni, kanë kulluar, edhe tash i marrim kumbullat i largojmë në një enë tjetër. Pastaj do t'i pastrojna me ujë. Duhet t'i pastroni 3 herë, mirë, t'ja largoni gëlqerën,
edhe pastaj vazhdojmë edhe përgatisim edhe shërbetin. Pasi kemi përfunduar me kumbullat, vazhdojmë dhe te kumbullat shtojmë ujin. Pra kumbullat kena me i pastru mirë, pra nga ki uji që e kanë marë. 3 herë duhet i pastroni kumbullat me ujë, pra pastroni mirë me ujë të bollshëm, të largojmë gëlqeren, mos mbetet gëlqere as pak. Tash vazhdojmë edhe përgatisim shërbetin. Këtu në tenxhere kam hedhur 3 pako me nga 800 gram sheqer. Pastaj vazhdojmë edhe shtojmë ujin, 400 ml ujë. Pra 3 pako me nga 800 gram sheqer dhe 400 ml ujë. Për 1 kg kumbulla ju nevojitet 800 gram sheqer. Pra duhet ta keni parasysh këtë gjë. Kumbullat i kam pastruar dhe po e vreni këtu që i kam lanë me u kullu, tash po pres derisa shërbeti të filloj të vloj. Siç po e vreni, pra shërbeti tash ka fillu me vlu edhe temperaturën e ploqës e kam në maksimum. Nuk do ta ndaloj, pasi që tani do hedhim edhe kumbullat. Shtojmë kumbullat tek shërbeti. Të gjitha kumbullat i shtojmë tek shërbeti që po vlon. Edhe thash temperaturën akoma e kam në maksimum, pra nuk do ta zvugloj tani, por do të presim edhe pak. Pasi i kemi hedhur të gjitha kumbullat, vazhdojmë tash edhe i përzim me lugë që të përzihen mirë me shërbetin. Tash po pres derisa shërbeti të filloj të vloj, pra thash ploqën e kam në maksimum ose në shpejtësinë e 6, pasi që ploqa e shporetit ka 6 shpejtësi. Nga ky moment që ka fillu me vlu, do ja ndalim temperaturën në 4 dhe në këtë shpejtësi do ta zi reçelin e kumbullave për 50 minuta, por do t'ju tregoj në fund se si duhet të duket dhe si duhet të duket shërbeti. Vazhdimisht vazhdojmë edhe e largojmë shkumën, kështu me anë të lugës derisa të largohet mirë e tërë shkuma, pasi që gjatë zierjes vazhdimisht pra shkumon shërbeti. Pse duhet të veprojmë kështu? Pasi që kur do të ftofet shërbeti, nëse nuk e largojmë shkumën, atëherë do të formohet një shtresë e fortë. Tash po i përzim kështu, tenxherën po e lëkundim, mundeni ta përzini edhe me lugë, në qoftë se do ta përgatisni kështu, pra nëse kumbullat i leni në ujin me gëlqere. Në qoftë se ju do ta përgatisni reçeljen, pra me sodë bikarbone, kumbullat do t'i leni, atëherë nuk guxoni me përzi as pak reçeljen, pasi që do ja dëmtoni kokrat. Unë po vazhdoj kështu, po ja heq derisa të hiqet e tërë shkuma. Dhe siç po e shikoni tash, ju ka ra vëllimi pra shërbetit, por edhe kumbullat dal nga dal kanë filluar edhe po zihen. Kanë marrur ngjyrën e artë, pra nuk e kanë humbë në fakt ngjyrën që e kanë pasur. Pasi që të zihet, marrim pra pak shërbet edhe e leni që të ftohet për ta kontrolluar. Shikone, shërbeti duhet të pikoj kështu, pra pak më rënd nga luga. Shërbetin e kemi gati edhe tash mundemi me e largu tenxherën, pasi që është zier mjaftueshëm. Mu deshton 50 minuta, por ju do e kontrolloni. Pra, nëse e zini shpejt, shërbeti mund edhe t'ju sheqeroset pak, por nëse e zini kështu ngadalë, atëherë do ju merr kohë pak më shumë, por do të bëhet më i mirë. Reçelin pasi që është zi, e kam largu anash edhe po ja vendosim një pecetë të cilën e kam lagur me ujë. Kështu do ta la gjithë natën deri në mëngjes dhe kjo do të ndihmoj që mos të krijohet shtresë e fortë mbi reçelin. Unë reçelin e lash të ftohet, vetëm për t'ju demonstruar se kokra nuk i prishet. Për ndryshe, reçelin të nxehtë, pasi që do t'a largoni, mundeni drejt edhe në për kavanoza ta hedhni, t'i mbushni kavanozat edhe t'i ktheni përmbys. Nëse e leni mu ftof, mbushni kavanozat e pastaj vakumoni në tenxhere duke i zier për 10-15 minuta.